Roma. Po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 23 këtu në televizionin publik. Kosova ka shënuar një regres të ndjeshëm në indeksin global të lirisë së shtypit, duke u renditur në vendin e 99 nga 180 shtete krahasuar me vendin e 75 që mbante një vit më parë. Sipas raportit të organizatës Reporterët pa kufi, kjo rënje prej 24 pozitash lidhet me presionin në rritje ndaj mediave, ndërhyrjet politike, bojkotin nga qeveria ndaj disa mediave private dhe kërcënimet ndaj gazetarëve. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i ka quajtur shokuese këtë renditje. Kosova ka shënuar regres në raportin e lirisë së mediave. Në indeksin vjetor të lirisë së shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, Kosova është renditur e 99 nga 180 shtete. Në krahasim me vitin e kaluar, ku renditej e 75, këtë vit Kosova ka pësuar rënje për 24 pozita. Raporti i publikuar në prag të ditës së lirisë së shtypit thekson se gazetarët vazhdojnë të jenë shënjestër e sulmeve politike. Regulatori jo efektiv i medias, Komisioni i Pavarur i Mediave, ju nënshtrua një reforme legislative kontroverse që rrezikon të pengojë më tej pavarësinë e tij. Para zgjedhjeve të vitit 2025, disa media private u shënjestruan nga një bojkot nga qeveria, e cila kërcënoi edhe pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Reporterëve pa kufi nuk ju kanë ikur as fyerjet ndaj gazetarëve në mediat sociale. Siç thekson në raporti, gazetarët akuzohen padrejtësisht për bashkëpunim me armikun, retorik e përdorur nga grupe politike dhe fetare. Në raport thuhet se anipse sulmet fizike ndaj gazetarëve po hetohen nga policia dhe prokuroria, ato rrallë rezultojnë me ndjekje penale. 5 vendet e para me gjendjen më të mirë të lirisë së shtypit sipas këtij raporti janë Norvegjia, Estonia, Holanda, Suedia dhe Finlanda. Në raport me shtetet e Ballkanit Perëndimor, Kosova renditet më poshtë se Shqipëria, që është në vendin e 80, Mali i Zi i 37, Maqedonia e Veriut e 42, Bosnia e Hercegovina e 86 dhe Serbia e 96. Këtë renditje e ka cilësuar shokuese kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gjemail Rexha. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e vlerëson këtë renditje si rezultat në fakt dhe reflektim i asaj çfarë ka ndodhur vitin e kaluar dhe që ka qenë një fushat vazhdimisht e njëjtë e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga vetëvendosja e zotit Kurti kundër mediave. Klima në Kosovë e kësaj qeverie është kundër mediave. Rexha tha se është momenti i fundit të reflektojmë si shoqëri dhe shtoi se AGK-ja është e interesuar dhe bën thirrje të gjitha aktorëve dhe institucioneve për të formuar edhe task force për t'i adresuar këto gjetje, në mënyrë që vitin tjetër Kosova të radhitet më mirë. Rënja e Kosovës për 24 vende në raportin e Reporterëve pa kufi është cilësuar si një sinjal alarmi dhe si një libër detyrash për qeverinë e ardhshme. Teksa qeveria udhëhequr nga vetëvendosje thotë se ka garantuar liri të plotë të shprehjes. Opozita akuzon për linçim dhe kontroll të mediave. Pas publikimit të raportit ka reaguar edhe Federata Evropiane e Gazetarëve, e cila dënon gjuhën denigruese dhe sulmet personale ndaj gazetarëve që sipas tyre vijnë nga disa anëtarë të partisë së kryeministit Kurti. Paralajmërojnë se këto zhvillime do t'i raportojnë në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës. 24 vende në indeksin e fundit të lirisë së shtypit, duke vendosur atë në fund të krahasimit rajonal, kanë nxitur reagimin edhe të qeverisë në detyrë. Shefi i kabinetit të zyrës së kryeministrit Luanda Lipi ka thënë se qeveria Kurti është qeveria më e hapur ndaj mediave dhe vetmja që sipas tij nuk ka shpenzuar miliona për propagandë, që nuk i ka bler apo heshtur mediat përmes kontratave një burimore. Por për këto të gjetura, ambasada gjermane në Kosovë thotë se raporti lexohet si një libër detyrash për qeverinë e re, duke përshkruar qartë hapat e nevojshëm për të siguruar një shtyp të lirë. Lidhur me raportin për lirinë e shtypit, kanë reaguar edhe përfaqësues të partive politike. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Arlind Mandjuka ka thënë se është totalisht e pavërtetë të thuar se në Kosovë nuk ka liri të shprehjes. Në Kosovë jo që ka liri të shprehjes, por ka liri absolute të shprehurit, madje edhe deri në mosndëshkem absolut të shpifjes, ka shkruar Mandjuka. Pas publikimit të raportit, PDK e LDK thirrën konferencë për media. Këtë rënje e kemi ndjerë të gjithë. E kanë ndjerë gazetarët cilët janë sulmuar vazhdimisht.
e kanë përjetuar fshetarët të cilët janë linquar, e kanë përballuar aktivistët dhe profesionistët që janë shpifur publikisht, vetëm pse guxojnë të mendojnë ndryshe. Vetëvendosje ka ndërtuar një sistem linqimi dhe friksimi, sulme të koordinuara, sulme të orkestruara me një makineri propagande që targeton çdo zë kritik. Lidhet drejt për drejt me qasjen e qeverisë Kurti ndaj medjave. Për gati 4 vjet, pushteti i Albin Kurtit ka sulmuar gazetarët, ka denigruar mediat kritike dhe ka tentuar të hesht fjalën e lirë. Gazetarët janë etiketuar madje edhe si bashkëpunëtorë të Serbisë, se dhe janë përballur me padi strategjike, kërcënime, bojkote e fyrje të përditshme. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se rënja e lirisë së medias në Kosovë nuk është rastësi, por është pasojë e frikës, kontrollit dhe arrogancës politike. Sipas tij, liria e shtypjet është fituar me sakrificë dhe nuk duhet kurrë të shkëmbehet me heshtje. Një qeveri që ka frikë nga kritika, ka frikë nga populli i vet, ka shkruar Haradinaj. Kosova është renditur e 99-ta në raportin e lirisë së medjes. Presidentja Vjosa Osmani ka hapur sot ambasadën e Kosovës në Malajzi. E para shtetit ka thënë se tani është një prani edhe më e fuqishme diplomatike e Kosovës në njën nga rajonet më strategjike në Azi. Sot hapëm ambasadën e Republikës së Kosovës në Kuala Lumpur, një dritare e re për vendin tonë me plot mundësi për bashkëpunim edhe më të thellë me Malajzin. Një prani edhe më e fuqishme diplomatike në një nga rajonet më strategjike në Azi. Një shtëpi më shumë e Kosovës ku do të avanson interesat e qytetarëve tanë, do të fuqizohen aleancet tona dhe do të mbrohen me vendosmëri. Shenjtëria sakrificës së popullit të Kosovës për liri e shtet, ka shkruar presidentja Osmani në Facebook. Gjatë ditës, presidentja Osmani u prit me nderime të larta nga kryeministri Anwar bin Ibrahim në kompleksin qeveritar Perdana. Ajo e falenderoi Malajzin për njohjen e hershme të pavarësisë së Kosovës dhe për mbështetjen e vazhdueshme ndërkombëtare. Osmani vlerësoi vendimin për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe dekoroi kryeministrin Anwar me urdhrin e pavarësisë. Nesër pritet që deputetët e Kuvendit të Kosovës të tentojnë për të 10ën herë konstituimin e legjislaturës së 9. Duke parë qëndrimet e partive, njohësit e rrethanave politike nuk presin ndonjë lëvizje pozitive për konsolidimin e Kuvendit. Janë bërë pothuajse 3 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve, ndërsa institucionet e reja të Kosovës vazhdojnë të mbesin të pakonsoliduara. Përplasjet mes pozitës dhe opozitës po thellohen, duke quar kështu vendin drejt blokadës politike. PDK, LDK e AAK vazhdojnë të kenë qëndrime të njëjta. Një proces që ka filluar tash e sa kohë, që është procesi i votimit për zgjedhur kryekuvendarin ose kryekuvendaren, të provojë që të ndikojë në procedurat e brendshme të kuvendit e të ndryshojë formën e votimit. Kjo nuk ndodh në asnjë shtet demokratik, nuk ka ndodhur asnjëherë në Republikën e Kosovës dhe është një precedent i rrezikshëm për mënyrën se si këta e shohin shtetin, e shohin ligjin dhe e shohin kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kjo është abuzim me pozitën që ka dhënë rregulloria e punës së kuvendit, dhe kjo sjellje është e papranueshme, në fundit është edhe denigrim edhe i personalitetit të individit, por është një strategji abuzive të cilën përdor lëvizja dhe vendosje për të parandaluar ose për të thënë bllokuar krijimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Se ndjerin një kandidaturë unifikuese, nesër do të kemi kryetarin e kuvendit, ose kryetarin. Nëse ka me kandidu shamë të përpojnë lau për një të saqë? Po, nuk kem bisedu për lau, nuk është problem, besoj po. Por disa nga zërat politik paralajmërojnë pasoja serioze për funksionimin e demokracisë. Zgjidhja, sipas tyre, mund të gjendet vetëm përmes një marrëveshjeje të gjerë ndërpartiake. Kryeministrin e detyrë, zoti Kurti, nuk po bisedon në mënyrë normale me opozitën e drejtashme, mirë po as opozita e drejtashme nuk po bisedon mirë me vetveten, kështu që ekziston një hapësirë, një hendek shumë i madh mes të gjitha akterëve, edhe nuk ka as pak indikacione për normalitet, për racionalitet dhe për një vendimi që do të ishte në përputhje me pritshmëritë e qytetarëve, duke pas parasysh edhe krizën e madhe ekonomike e cila çdo ditë më tej po thellohet. Vetmja mundësi do të ishte ndoshta një koalicion i madh, gjatë që LDK-ja refuzoi dhe si duket janë vështirësuar gjanat, vetmja rrugë ka mbetë që
me PDK në bëhet një koalicion, nëse kjo nuk në bëhet, nësë përshon rrugë tjetër përveç zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Muhaxhiri e Sadiku nuk e shohin të drejtë votimin e fshehtë të cilin e përkrah lëvizja vetëvendosje, duke i kujtuar kësaj të fundit që në të kaluarën kërkonte shumë transparencë. Grupi për studime juridike dhe politike ka paralajmëruar se për shkak të mungesës së institucioneve, Kosova rrezikon të humbas 883 milion euro nga plani i rritjes, ndërsa hezitimi për ratifikimin e marrëveshjes shihet si përgjegjësi e rënd politike. Ekspertët kërkojnë zbatim të menjëhershëm dhe heqje të masave ndëshkuese të BE-s. Dështimi për të konstituuar institucionet të 2 muaj po ndikon negativisht në të gjitha fushat e qeverisjes, veçanërisht në procesin e integrimit evropian. Kështu u tha në konferencën e grupit për studime juridike dhe politike. Sipas tij, vitin e kaluar nuk është ndërmarrë asnjë hap për ratifikimin e agjendës së reformave, prej së cilës Kosova mund të përfitojë 883 milion euro në një periudhë 3 vjeçare. Situata rëndohet edhe më shumë, duke marrë parasysh se në rast mos ratifikimit deri në qershor, që përbën afatin e dytë të zbatimit të kësaj marrëveshjeje, ka rrezik real për kthimin në pikën 0 sa i përket negocimit të saj. Grupi për studime juridike dhe politike bën thirrje për themelim sa më të shpejtë të institucioneve dhe ratifikim e zbatim të menjëhershëm të marrëveshjes së planit të rritjes. Ekspertja ligjore Blerina Istrefi propozoi 2 mënyra për ratifikim të kësaj marrëveshjeje. Ky shqyrtim i vetëm sipas këtij neni mund të ndodhë pas 7 ditëve që nga shpërndarja e tij. E dyta, në rastin më të keq, në qoftë se vendoset për zgjedhje të parakohshme, atëherë duhet më dorë mos të konstituohet kuvendi në mënyrë që të votohet për shpërndarjen e tij. GLPS në këtë rast rekomandon që të shfrytëzohet pikërisht ky moment, që të kalon ky projekt ligj sipas njën 85 të rregullorës së kuvendit që e parashet procedurën e përshpejtuar në raste të veçanta, ku një nga rastet është edhe interesi financiar. Ky grup theksoi se është përgjegjësi e rënd politike që të mos shfrytëzohet mundësia për heqjen e masave ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian në qershorin e para 2 viteve, ndërsa brenda bllokut ende nuk ka pajtim të plotë për heqjen e tyre. Vendimi për shtetimin e energjisë elektrike është dërguar të premte në gjykatën themelore në Prishtinë. Grupi asnjë cent më shumë ka paditur 0 teksa ka kërkuar anulimin e vendimit dhe shtyrjen e ekzekutimit të tij. Sipas njofsve të drejtësisë, vendimi 0 mund të kthehet në pikën 0. Grupi qytetar asnjë cent më shumë ka dorëzuar padi në gjykatën themelore në Prishtinë kundër vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për rritjen e tarifave. Avokati Ardian Bajraktari tha se vendimi është marrë nga ZRE duke u bazuar në shkelje dhe se i njëjti është diskriminues. Njëkohësisht ai tregoi se kanë kërkuar edhe shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për shtrejtim të tarifave. Në bindjen tonë është marrë me shkelje ligjore të shumta, mungesë të theksuar të transparencës dhe natyrisht nuk janë marrë për bazë edhe obligimet ligjore që ka zyra rregullatorit e energjisë si autoritet rregullativ. Për më tepër edhe për nga përmbajtja e vendimit, natyrisht në bindjen tonë është në shpërputhje me elementet detyruese që duhet me përmbajt një akt të tillë për faktin se edhe përkundër faktit që i njëjti ka një numër të konsiderueshëm faqesh në arsyetim, arsyetimin e vetvete është kontradiktor. Ali Sefaj nga ky grup u shpreh se besojnë që gjykata do të vendosë konform kërkesave të tyre. Ne besojmë që kemi sistem të mirëfillt drejtësisë dhe kredibil dhe ne besojmë në provat dëshmit që i kemi ofruar që gjykata do të vendosë konform kërkesave tona dhe këtë vendim të marrëzisë do a lejë nërsirtar. Njohës të fushës thonë se gjykata mund të marrë vendim për të anuluar shtrejtimin e energjisë elektrike. Sipas avokatit Florim Shevçeti, brenda një jave e gjysmë, gjykata mund të vendosë rreth kërkesës për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ZRE-s. Fakti që është paraqit kërkesa për masë të sigurisë, propozimi për masë të sigurisë është të rëndësishëm sepse aspekti i trajtimit padisë banon, shkak numrit të madh të vend gjykata. Dhe nëse gjykata aprovon propozimin për masë të sigurisë, e shtyn në ekzekutimin e vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e energjisë elektrike. Dhe sipas ligjit, ankesa kundër këtij vendimi nuk e shtyn në ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Ditë më parë, edhe avokati i popullit ka kërkuar nga ZRE pezullimin e vendimit, duke theksuar se i njëjti ka ndikim në të drejtat themelore të njeriut.
Vazhdojmë rrjedhjen e këtij edicioni të lajmeve me zhvillimet e tjera të ditës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka festuar sot 25 vjetorin e themelimit. Kryetari Ramush Haradinaj tha para mysafirëve se AK ka mbrojtur demokracinë dhe institucionet e vendit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shënuar 25 vjetorin e themelimit. Kryetari Ramush Haradinaj tha se me themelimin e saj, Aleanca mbrojti demokracinë dhe institucionet e vendit. Aleanca lindi nga liria, u rrit me lirinë, veproi në shërbim të lirisë dhe mbrojti paqen dhe lirinë Kosovë. Aleanca me themelimin e vet u bë themeluese e demokracisë dhe pluralizmit dhe mbrojti demokracinë e Kosovës. Nën kryetari Ardian Gjini tha se për këto vite Aleanca u ka bërë ballë shumë sfidave. 25 vjet të Aleancës kemi 1 milion arsye, edhe secili prej jush me plot meri duhet me festu sot. Me mrime e ndërtu një strukturë e cila ju bën ballë gjitha sfidave, gjitha dallgëve, gjitha problemeve, me ndërtu strukturë që e ka udhëheq Kosovën. Në përvjetorin e saj, AK shfaqi një dokumentar për rrugtimin politik. Policia në fushë Kosovë ka ndaluar pas ditën e sotme 3 të dyshuar që me vetura bartnin një sasi të madhe të barnave. Për rastin janë njoftuar hetuesit e njësisë rajonale për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, se këto barna ishin futur përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, pa kaluar nëpër procedurat e parapara për raste të tilla. Për rastin janë njoftuar inspektorët farmaceutik të cilët kanë bërë edhe evidentimin me proces verbal të barnave, sasisë dhe llojeve të tyre. Sipas inspektorëve, vlera e kësaj sasie të barnave është rreth 150.000 euro. Lidhur me rastin janë arrestuar 3 të dyshuar, 2 shtetas turq dhe 1 kosovar. Në vazhdim e trajtimit të rastit, mësipërm hetuesit në ndyshimin për përfshirjen e veprën penale, keq përdorim i opozites apo autoritetit zyrtar, kanë intervistuar 2 zyrtar doganor të angazhuar me detyrë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Njëri nga ta është dërguar në mbajtje. Kanë kaluar 26 vjet nga koha kur në fshatin Studime të Vushtrisë forcat serbe vranë mbi 10 civil të pafajshëm, në mesin e tyre dhe gra, pleqe, fëmijë. Në 26 vjetorin e masakres, nën patronazhin e kryetarit e Vushtrisë, Ferit Idrizi, u mbajt edhe akademi përkujtimore. Vjet më parë, Ferit Demuli gjatë masakres në Studime të Vushtrisë humbi bashkëshortin dhe kunatin e saj. Teksa rrefeut merrin e asaj dite, në përvjetorin e masakres, ajo kërkoi drejtësi për të vrarët. Kur dullu pak para akshamit dullu, kur dullum aty, plot traktora, s'kishe këqet kamen. Shqyqyr që më shtaj edhe djali, se sa për drejtësi që i po bën kryesi, atë las po bën kërkon. Të ole ju. Ferit Demuli ishte në mesin e shumë familjarëve që në përvjetorin e 26 të masakrës bën homazhe pranvareve të më të dashurve të tyre. Homazhe bëri edhe kryeministri në dorëheqje Albin Kurti. Ai theksoi se vetëm me drejtësi do të arrihet paqja për vuajtjet e popullit ton. Krimet kundër njerëzimit nuk parashkruhen, nuk harrohen, nuk falen. Vetëm me drejtësi për viktimat dhe dënim për kriminalet, familjarët do të gjejnë prehje dhe paqja do të bëhet e qëndrueshme. Në akademi përkujtimore u bë thirrje për unitet politik. Gjejmë rrugë të krijojmë unitetin, sepse vetëm uniteti e ka shpëtuar këtë popull. Edhe unë i bashkohet respektit për të rënët për liri, për martirët e studimës, që janë shumë, që janë gjitha moshave, dhe njëkohësisht solidarizohem me dhimbjen e juj, por edhe me krenarin e juj. Kërkojmë që, ashtu si që ishin të unifikuar këtu të gjithë martirët, dëshmorët në vijat e frontit, të unifikohet spektri politik dhe të arrijnë që Kosovën të ashtyjnë për para emanet që e kanë nga martirët. Me 2 maj të vitit 1999, në fshatin Studime të Vushtrisë, brenda pak orësh u vran mbi 116 civil, të cilët ishin në kolon në përpjekje që të largoheshin drejt zonave më të sigurta gjatë luftës në Kosovë.
Për një javë do t'jetë hapur ekspozita e trashëgimisë kulturore të shtetit mik Arabisë Saudite në Prishtinë, ndërsa ky aktivitet kulturor është bashkëorganizimi i Bashkisë Islame të Kosovës dhe miqve nga Arabia Saudite. Ekspozita ndërkombëtare kulturore Urat e shtetit të Arabisë Saudite e hapur sot do të jetë një mundësi e mirë për të mësuar për trashëgiminë kulturore, traditën e qytetarëve të Arabisë Saudite dhe krijimin e urave të miqësisë me Kosovën. Sot dy vendet tona janë vende partnere me marrëdhënie dypaqëse që forcohen dhe zgjerohen vazhdimisht në fusha ndryshme. Po punojmë me përkushtim për të afruar më shumë popujt tonë përmes urave të bashkëpunimit në fushat e turizmit, arsimit, ekonomisë dhe kulturës. Sot derisa përorojmë të javë kulturore, përorojmë jo vetëm njësër aktivitete dhe ngjarjesh, por dhe frymën e komunikimit, afrimit dhe shkëmbimit kulturor midis dy popujve të bashkuar nga respekti dhe dashuria sinqere. Ne në Mbretërinë e Arabisë Saudite besojmë fuqishëm se debati dhe dialogu kulturor dhe shkëmbimi ndërcivilizues është rruga ideale për përforcimin e paqes dhe mirëkuptimit mes popujve. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se ekspozita Urat është reflektim i vlerave. Kjo ekspozitë është më shumë se sa një prezantim artistik, është një ftesë për reflektim mbi vlerat që na bashkojnë të gjithëve si shoqëri, pavarësisht dallimeve në gjuhë. Ekspozita me emër përfaqësues Urat është një domethënie për kulturën arabe në përgjithësi e në veçanti për Arabinë Saudite. Është oaza e baravlerësimit të njerëzimit të përvojtur dhe të shpërndar. Ekspozita do të jetë hapur deri më 10 maj. Në Prizren sot ka nisur edicioni 36 i festivalit tradicional Hasi Jehon. Në ceremoninë e hapjes mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Me këtë rast Kurti ka thënë se Hasi Jehon është më shumë se një festival. Është një urë që na lidh me njëri tjetrin dhe me botën përmes zërit të pastër të folklorit shqiptar. Tutje Kurti ka thënë se ky manifestim që mbahet në fillim të muajit maj përkon me datat simbolike të pajtimit të madh të gjagjave më 2 maj të vitit 1990. Ngjarje kjo e cila ndodhi pikërisht këtu në vendin ku po zhvillohet manifestimi edhe si vjet. Përballë sfidave dhe periudhave të vështira të së kaluarës, Hasi Jehon ka qëndruar si një dëshmi e gjallë e rezistencës dhe angazhimit për ruajtjen e identitetit ton kulturor, është shprehur kryeministri Kurti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tërhiqen nga ndërmjetësimi për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka pralajmëruar se lufta në Ukrainë, sipas të gjitha gjasave, nuk do të përfundojë shpejt dhe i takon Kievit dhe Moskës të arrijnë marrëveshje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë më si ndërmjetës në negociatat për paqe mes Rusisë e Ukrainës, kanë bërtëditur nga Shtëpia e Bardhë. Tammy Bruce, zëdhënësja e State Departamentit, ka thënë se Shtetet e Bashkuara po e ndryshojnë metodologjinë se si po kontribuojnë në bisedime dhe tani e tutje nuk do të fluturojnë më anë e mban botës në çdo kohë për takime. Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë, por nuk do të fluturojmë më rreth e përqark botës si ndërmjetës në përtakime, ka thënë Bruce. Tani u takon dy palëve, ka ardhur koha kur ata duhet t'i paraqesin dhe zhvillojnë idetë konkrete se si t'i japin fund konfliktit. Varet nga ata, ka thënë mëtej Bruce. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka paralajmëruar se lufta në Ukrainë sipas të gjitha gjasave nuk do të përfundojë shpejt dhe i takon Kievit dhe Moskës të arrijnë marrëveshje. Vance ka thënë se presidenti Trump i ka sjellë të dy palët në tavolinën e bisedimeve, por që Shtetet e Bashkuara nuk do t'i prinë më përpjekjeve për të ndërmjetësuar paqen. Komentet e zëvendës presidentit Vance janë bërë në kohën kur Kremlini ka treguar gatishmërinë për bisedime të drejtpërdrejta, por e ka hedhur poshtë propozimin për paqe të SBA-s mbi bazën se nuk ka siguruar njohjen ndërkombëtare të territoreve të okupuara nga forcat ruse. Shkues të nderuar, ishte ky gjithë materiali përgatitur për këtë edicion të lajmeve, por të mos humbur asgjë nga lajmet fundit. Ju na ndiqni dhe pëlqeni edhe në Facebook RTK, Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK, aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live edhe në rtklive.com. Faleminderit për vëmendje, natën e mirë.